Moti i keq shembet masivi me inerte në Shkodër bllokohen 5 makina dhe 9 persona. Moti i keq në Shkodër ka lënë të bllokuar në 5 mjete persona në aksin rrugor Breg Lumi Theth, 5 automjete si pasojë e shembjes së një masivi inertesh për shkak të motit të keq dhe rreshjeve intensive. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci shprehet se pas marrjes njoftimit për bllokimin e mjeteve dhe 9 personave që udhtonin në to, janë angazhuar kapacitete në terren për t'u ardhur në ndihmë. Bashkia e Shkodër është angazhuar menjëherë me të gjitha kapacitetet në terren, sapo është njoftuar për bllokimin e 5 mjeteve dhe 9 personave në aksin rrugor Breg Lumi Theth, rreth 100 metra larg urës së fshatit Gimaj, si pasojë e shembjes së një masivi inertesh për shkak të motit të keq dhe rreshjeve intensive. Makineritë e rënda dhe fadromat janë vënë menjëherë në punë për zhbllokimin e rrugës, ndërsa një ekip i specializuar i emergjencave civile është nisur drejt zonës për të vlerësuar situatën dhe për të ndërhyrë me mjetet posaçme për evakuim dhe garantimin e sigurisë personave të bllokuar. Strukturat tona po punojnë me intensitet për të normalizuar qarkullimin dhe për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga kjo situatë e krijuar nga kushtet e vështira atmosferike, shprehet Beci.